Një stuhi e re po trondi shtëpinë e Big Brother. Rikthimi i Eglit nuk ishte një surprizë thjesht, ishte një plan, një hakmarrje e përgatitur me kujdes. Ajo nuk u kthye për lojën, as për të fituar, por për të shembur gjestin. Kjo nuk është më një garë për çmimin e madh, është një betejë personale, një duel i heshtur ku fjalët janë më therrse se shpata dhe heshtja më e rëndë se britmat. Egli, kam për ta shkatëruar, ashtu siç më shkatërroi ai mua. Këto fjalë, të thëna me zë të ulët në korridoret e Top Channel, kanë mbetur pezull si një mallkim. Opinionisti Elton Toza i rrëfen se ka parë me sytë e tij, se si ajo ka kërkuar me ngulm rikthimin. E pash kur lutej, kur kërkonte një mundësi. Ishte një person i ndryshëm nga Egli që doli nga shtëpia. Më e errët, më e ftohtë. Por historia ka dy anë. Në sytë e publikut, gjesti nuk ka kërkuar luftë. Ai ka zgjedhur heshtjen, por kjo heshtje është bërë terreni ku Egli ka ndërtuar hakmarrjen e saj. Ai nuk po e kundërshton, nuk po e lufton, dhe kjo e çmendate edhe më shumë. Ai nuk e pranon luftën, por as nuk e refuzon. Në të kaluarën, Egli ishte ajo që ndishte gjestin, duke kërkuar diçka që ai kurrë nuk i premtoi. Ai nuk i tha kurrë që e dashuron. Nuk i dha asnjë siguri. Megjithatë, ajo insistoi. Kur doli jashtë, ajo pa atë që nuk e kishte parë brenda, një realitet ndryshe nga ai që kishte imagjinuar. Një realitet ku gjesti ishte heroi i historisë së saj, kurse ajo një përndjekse. Dhe kjo e dogji. Tani, ajo po e luan lojën ndryshe. E injoron e nëmblerson, i kthen shpinën, por ta është kjo indiferencë e sinqert? Sepse sytë e saj thon diçka tjetër. Sheshjet e fshehta kur ai flet, vështrimet e shpejta që s'duhet të ekzistonin, nervozizmi i saj kur ai nuk reagon. Hakmarrja e saj mund të jetë një iluzion i rrezikshëm, dhe iluzionet kanë zakonin të përmbysen. A do të mund ta shem gjestin, apo është Egli ajo që po fundoset më thellë? A do ta shkatërrojë ajo atë, apo do ta shkatërrojë veten në përpjekje për ta bërë? Historia ka treguar se ata që kthehen për hakmarrje rrallëherë dalin fitues. Në fund, loja e saj mund të mos jetë kundër gjestit, por kundër vetes. Hakmarrja është një shpatë me dy tehe, dhe ndonjëherë ajo pret më fort atë që mban në dorë. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!